Në një kohë ku shtetet garojnë për madhësinë e aeroporteve, gjatësinë e autostradave dhe numrin e banorëve, ekziston një vend që i sfidon plotësisht këto logjika, pa aeroportin e vet, pa e kurudh dhe pa autostrada, por me një histori më të gjatë se ajo e shumicës së mbretërive europiane, San Marino çdo vit tërheq më shumë turist se sa ka banor. I vendosur në shpatet e Apenineve dhe i rrethuar plotësisht nga Italia, San Marino është një nga shtetet më të vogla në botë, por edhe një nga më këmbgulset kur bëhet fjalë për ruajtjen e identitetit, traditës dhe lirisë. Në një territor më të vogël se 62 km2, San Marino ruan një vazhdimsi shtetërore të pandërprerë prej më shumë se 1700 vitesh, pikërisht për këtë arsye mban titullin e Republikës më të vjetër ekzistuese në botë. Edhe pse sot numëron pak më shumë se 30.000 banor, ky shtet i vogël ka arritur për shekuj me radhë ta ruajë pavarësinë, edhe në periudha kur fuqi shumë më të mëdha zhdukeshin nga hartat e Europës. Sipas legjendës së rrënjosur thellë në identitetin e San Marinos, Republika u themelua në fillim të shekullit të 4 nga Marinus, një gurgdhendës i krishterë nga ishulli Rab. Duke ikur nga persekutimet e perandorit romak Dioklecian, ai u streua në malin Titano, ku mblodhi një komunitet të vogël njerëzish që kërkonin liri. Sipas gojëdhënës, në çastet e fundit të jetës ai shqiptoi fjalinë, që edhe sot konsiderohet themeli i shtetit, ju lë të lirë. Pikërisht kjo ide e lirisë u bë thelbi i shtetësisë së San Marinos dhe arsyeja pse kjo republik nuk e humbi kurrë pavarësinë, as gjatë pushtimeve napoleonike, as gjatë bashkimit të Italisë në shekullin e 19. Simboli më i njohur i San Marinos janë 3 kullat prej guri në majën e malit Titano, Gvatia, Cesta dhe Montale. Ato gjenden edhe në stemën dhe flamurin shtetëror, ndërsa dikur shërbenin si fortifikime dhe burgje. Sot këto kulla janë ndër atraksionet kryesore turistike, nga muret e tyre në ditët me motë të kthjellët pamja është rrjet deri në detin Adriatik. Besimi lokal thot se 3 kullat simbolizojnë lirinë, pavarësinë dhe qëndrueshmërinë, vlera që San Marino vazhdon t'i ruajë me përkushtim. San Marino ka një nga sistemet politike më të pazakonta në Europë. Shtetin e udhëheqin njëkohësisht 2 kapitenë regjent, të cilët zgjidhen për një mandat prej vetëm 6 muajsh. Ky sistem daton që nga mesjeta dhe është menduar për të parandaluar përqendrimin e pushtetit në duart e një personi të vetëm. Mesazhi është i qartë, pushteti është i përkohshëm, Republika është e përhershme. Edhe pse nuk ka ushtri klasike, San Marino ka një gardë ceremoniale, përfshirë edhe gardën e famshme të arkëtarëve. Arku ka qenë për shekuj simbol i mbrojtjes dhe rezistencës, ndërsa sot përfaqëson një pjesë të rëndësishme të identitetit shtetëror dhe trashëgimisë kulturore. Ky shtet i vogël historikisht është mbështetur më shumë te diplomacia se sa tek armët, gjë që ka rezultuar një strategji e suksesshme afatgjatë. San Marino nuk ka aeroport, nuk ka stacione kurudhore apo autostrada, por çdo vit tërheq shumë fish më tepër turistë sa ka banor. Vizitorët vijnë kryesisht nga qytetet e afërta italiane, por edhe nga e gjithë bota, të tërhequr nga kombinimi i pazakontë i historisë, peizazhit dhe simbolikës shtetërore. Vendi është i njohur edhe për pullat postare dhe monedhat euro me motive të veta, të cilat janë ndër më të kërkuarat në Europë. Një tjetër kuriozitet është se San Marino nuk ka pasur kurrë borxh publik në kuptimin klasik, siç e njohin shtetet e mëdha, ndërsa papunësia prej vitesh është ndër më të ultat në rajon. San Marino dëshmon se madhësia e territorit nuk e përcakton rëndësinë e një shteti. Historia e tij, legjenda e lirisë dhe këmbgulja për të ruajtur identitetin në hijen e fuqive të mëdha e bëjnë atë një fenomen unik në hartën europiane. Në një botë ndryshimesh të shpejta dhe rishikimesh të vazhdueshme të kufive, kjo republikë e vogël kujton se disa vlera, si liria, vetëqeverisja dhe qëndrueshmëria, mund të zgjasin me shekuj pavarësisht numrit të banorëve apo kilometrave katror.